Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në Gatuaj edhe ti. Sot do të përgatisim byrekun me domate. Do t'ju tregoj hap pas hapi gatimin e mbushjes së byrekut, zënjen e brumit, hapjen e petëve, shtrimin e tyre dhe pjekjen. Në fillim, do të përgatisim brumin. Për zënjen e brumit në nevojiten rreth 400 gram miell, pak krip, kemi hedhur ke mielli, dhe një lugë vaj. Do të shtojmë në të dhe rreth 200 ml ujë, ose sa të duhem për të na krijuar një brumë elastik. E përsjejmë në mënyrë të tillë që të gjithë ingredientët bëhen bashkë. Në këtë pikë përdorim edhe duart në mënyrë të tillë që ta zëm brumin ashtu siç duhet për të hapur petët. E punojmë brumin rreth 3-4 minuta dhe kur të jetë formuar një brum elastik, do të fillojmë ta ndajmë në kuleç të vegjël. Tani për zënjen e brumit, unë kam bërë dhe një video tjetër dhe ajo është posaçërisht vetëm për zënjen e brumit të byrekut, titullohet Përgatitja e brumit të byrekut, dhe në të mund të shikoni dhe se si mund ta ruani, nëse nuk doni të përgatisni një mas vetëm për një byrek, por përgatisni më tepër në mënyrë tillë që dhe ta ruani dhe mos të merreni gjithkohon me zënjen e brumit. Tani pasi kemi përftuar brumin elastik, do të fillojmë ta ndajmë në kuleç. Përpiqemi ta ndajmë në kuleç me masi të njëjtë, por nuk është nevoja që t'i peshojmë. Këtë mund ta shohim me sy dhe mundojmë t'i japim formën e rumullakët duke i mbledhur anët nga brenda. Ashtu sikurse dhe tregohet në video. Dhe ja në këtë mënyrë, duke i mbledhur anët nga brenda, duke përdorur tavulinën e ku po gatuajmë, por njëkohësisht mund të përdorim edhe vetë duart për ta mbledhur në dorë. Dhe në këtë mënyrë do t'i kemi dhënë një formë të rëmbullakët. Kjo është e rëndësishme sepse edhe peta na formohet e rëmbullakët. Është me kollaj për ta formuar një petë rëmbullakë, nëse që në fillim kulaçet japim këtë formë. Në këtë mënyrë kemi formuar 18 kuleç të vegjël. 9 do t'i përdorim për petën e poshtme dhe 9 do t'i përdorim për petën e sipërme. Dhe që shikoni, kanë pothuajse masinë e një are. I lëm të mbuluar ashtu për 15 minuta që të pushoj brumi dhe ndërkohë fillojmë përgatitjen e gjellës ose mbushjes së byrekut. Kemi marrë 4 kokra domate, një kokër mesatare qepe, të cilën do ta ndajmë në copëza të vogla, dhe 2 speca të kuq. Unë kam marrë speca të kuq, por ju mund ta bëni atë edhe me speca jeshil, specë të verdh, nuk ka shumë rëndësi ngjyra. Speca përdoret për t'i dhënë pak shije, një shije tjetër, dhe që shikoni kemi hedhur fillimisht qepën për ta skuqur. Dhe kur qepa fillon të zbutet, hedhim edhe specën e coptuar në kubik shumë të vegjël. I përzijmë bashkë. Do të shtojmë edhe një lugë të vogël krip. Tani sasinë e kripës që do të shtoni në gjellë në mbushjen e byrekut. Kjo varet edhe nga ashtu se si preferoni ju. Por në brumin e byrekut unë kam shtuar vetëm një të kapur kripe, pra shumë pak sa për të kulluar brumi, dhe pjesën tjetër të kripës do ta shtojmë tek mbushja. I përzijmë her pas here që të mos na fillojnë të na marrin faqe vetëm në një vend dhe pastaj të na digjen, por të skuqen uniform. Dhe ndërkohë fillojmë dhe të coptojmë dhe domatet. Pasi qepa dhe specat janë zbutur, shtojmë domatet.
I përzjejmë. Do të shtojmë edhe këtu pak krip. E dim që duke shtuar pak krip tek domatja, ajo i nxjerr më shpejt lëngjet dhe s'fillon të zbutet njëkohësisht. I përzjejmë të gjitha bashkë dhe e mbulojmë për ta lënë ashtu rreth 10 minuta në zjarr të ngadalt për tu bërë gati. Kemi marrë një seshte dhe vaj, si shikoni, kjo gota, e cila mban rreth 100 ml vaj, është diku te gjysma e saj e mbushur me vaj, pra nuk do të përdorim shumë vaj. Në fillim spërkasim tavolinën me pak një seshte dhe marrim me radhë 3 kuleç. Unë përdor metodën 3 dhe 3, ka më kollaj, por ju mund t'i përgatisni, mund t'i hapni duke përdorur 2 kuleç një herësh ose një nga një, kjo varet edhe nga ju si preferoni, si e keni më të lehtë. I spërkasim edhe në sipërfaqe kuleçet, mundohemi t'i hapim pak me gishtat e duarve për t'i dhënë një formë trembullakut dhe për na ndihmuar më pas me hapjen me pec. Ja, pra do të përdor pecin ose oklajn, si thon ju. Fillojmë t'i hapim. Mundohem që t'i mëshoj oklajt në mënyrë të njëtrajtshme, në mënyrë të tillë që të mos bëhen pecët të holla në mes vetëm, por të hapen. Rëndësishme është të hapen anët në fillim dhe pastaj do të vazhdoj hapja e tyre uniform. Rrotullojmë dhe vazhdojmë procesin si që shikoni, nuk është shumë e nevojshme të përshkruhet me fjalë, në mënyrë të tillë që të formojmë një petë disi të hapur. Tani sa më të hapura të jenë, për mendimin tim, pra sa më e madhe të jetë hapja e kësaj kulaçkës, aq më të shkrifta do dalin në pjekje në byrekun tonë. Unë i kam edhe dhe një herë tjetër midis tyre, pak një seshte, edhe një seshte luan një rol të rëndësishëm në mbajtjen e petëve një nga një të hapura, pasi të piqen, pavarësisht se ato janë bashkuar për tu hapur, mishtat e ruajnë aftësinë për tu ndarë. Pra ja, në këtë mënyrë i kemi hapur dhe kështu do të vazhdoj të hap 9 të tilla. Pra 3 treshe, si me thënë, me që se unë i kam hapur 3. Midis petëve do të spërkas me vaj, me atë vajin që shifni dhe në ekran, por jo shumë vaj, pavarësisht se nuk e lyejm të gjithë petën, vaj shkon dhe së bashku me edhe një seshten tash luajnë rol në mbajtjen e shkrifët të petëve. Nuk do t'i hedhim çdo njërës, por një po dhe një jo, të paktën unë këtë metodë përdor, sepse në të kundërt na bëhen shumë të ndryshme. Pra, kështu siç e kam treguar, do të vazhdoj me 9 të tilla duke formuar petën e poshtme në këtë mënyrë. 9 kuleç do na formojnë një petë dhe 9 kuleç të tjerë do na formojnë petën tjetër. Në të njëjtën mënyrë vazhdojmë procesin. Si shikoni, petët hapen, ato nuk është e vështirë që t'i hapen dhe një rol të rëndësishëm në to ka luajtur dhe lënia. Tani pasi e zëm brumin dhe siç thash e lëm të mbuluar rreth 15 minuta, sasia ose koha e nevojshme për të lënë varion. Nëse kemi zëm brumin të fortë, mund ta lëm dhe më shumë. Dhe ai do të bëhet elastik, në momentin që ne do të përdorim oklajn, do të hapet lehtësisht. Pra është mirë që ta lini brumin të pushoj, ka një rol të rëndësishëm dhe kjo. Do ndihmoj që ta hapni më kollajt, mos ju duket e vështirë hapja e petëve. Vazhdojmë, siç thash, nuk i hedh çdo pete, por një petë po, një petë jo.
E kthejmë, si që të regua, dhe vazhdojmë vëmë edhe petën tjetër. Tani që shikoni anët, unë jam munduar që t'i hap dhe ato dalin në të njëjtën madhësi, sepse në këtë mënyrë në fund, kur t'i hapim, me gjithë petët dhe në hapet njësoj. Janë bërë 9, tani do të bëhen 9 të tjerat. Pra është formuar ndërkohë peta e poshtme, por do ta tregojmë dhe si do ta hapim në masin e tavës. Unë kam bërë dhe 9 kuleç të tjerë, i kam formuar në petëza jo shumë të mëdhaja. Tani po i spërkas me vaj, po i vendos njëra mbi tjetrën. Gjithmonë përpiqemi që anët i kemi të njëjta, në të njëjtën madhësi të mbyllura. Nga pak vaj. Derisa të arrim tek peta e fundit, që natyrisht të fundit nuk do t'i hedhim vaj. Edhe e fundit, që e mbulon të gjithë masën dhe në këtë mënyrë kemi formuar 2, një për lart dhe një për poshtë. Tani marrim njërën, janë njësoj të barabarta, e kemi bërë me nga 9 kuleç të dyja. Dhe fillojmë t'i hapim, tani do t'i hapim në masin e tavës që do piqen. Në fillim e shtym pak, kush ka rull mund përdori dhe të, po unë e kam mirë edhe me oklajn, e përdori që gjithë procesit, jam mësuar, sepse kam vite që e kam përdorur. Në fillim duket pak se e vështirë, nuk është e vështirë shumë, 2-3 herë dhe jam mirë një dorën. Është hapur pak me madhe se sa tepsia, ose tava, njësoj si doni thajni. Tani do ta vendosim. Mirë është që të hapet pak me madhe, mund ta rullosim pak në këtë formë, në mënyrë tillë që të mos na dalë gjella. Të jetë e madhe deri te buzët e tavës, që të mos na dalë gjella. Kemi bërë petën e poshtme, vazhdojmë me petën e sipërme. E hapim në të njëjtën mënyrë duke spërkatur edhe tavolinën edhe pjesën e sipërme të kësaj petës me pak niseshte. Niseshtja në këtë lloj byreku është e nevojshme. Luan një rol të rëndësishëm dhe mirë është që të mos kursehet, pra sa është e nevojshme të përdoret. Unë e kam matur pak me ndihmën e oklajit, duke krahasuar me masën e tavës, dhe në këtë mënyrë kam bërë re që është bërë mjaftueshëm për të shtruar në tavë. Tani kam marrë gjellën, ajo kam mbaruar ose mbushja e byrekut dhe kam shtuar pak rigon. Edhe rigoni i jep një aromë shumë të mirë gjellës me domate dhe me speca. Dhe e shtrojmë në tavë. Shtrojmë duke hapur një trajtësisht në gjithë perimetrin e tavës. Në video duket sigur është pak sa e thatë, në fakt ka lëngje mjaftueshëm. Nëse do të ishte tharë më shumë se ç'duhet në kohën që ishte përgatitur, unë do t'i kisha hedhur pak ujë. Por gjella është gatuar përfundimisht, edhe qepa dhe specat e gjitha janë të zbutura dhe kanë pak lëngje sa për të vazhduar edhe pak me pjekjen e byrekut. I shtojmë edhe 2 lugë vaj sipër tek mbushja, unë kam edhe pak kryp se pash ishte donte pak kryp, ishte më pak se sa më pëlqente mua. Shtojmë edhe 2 lugë vaj, si thash. 2-3 lugë vaj dhe vjen peta e sipërme, ajo që do ta mbuloj byrekun. Përsëri unë e kam hapur pak më të madhe se sa tava ime dhe mundohem që duke lëvizur pak dorën të krijoj pak rrudha të vogla.
këto rrudha do të hapen me pjekje dhe nuk do ta shëmtojnë byrekun. Përkundrazi do ta bëjnë më të shijshëm. Tani mundohemi të mbledhim këto buzët e byrekut në mënyrë që të mos e lëm gjellën të dalë. Peta e sipërme shkon poshtë, duke përdorur të dy gishtat tregus. Dhe në të njëjtën mënyrë shkojmë në gjithë perimetrin e byrekut. Pra veprohet në këtë mënyrë siç thash për të mos e lejuar gjellën të dalë. Dhe duke filluar nga anët e byrekut e spërkasim me vaj. Pse anët? Sepse anët janë ato që krijuan pak më tepër trashësi dhe ne nuk duam që të na thahen. Shtojmë edhe pak gjalp. Unë çdo byreku kam dëshirë t'i shtoj pak gjalp, për arsyen e vetme sepse e mban petën e byrekut të butë edhe pas pjekjes. Ndërkohë, si shikoni janë dhe më të vogla se sa masia e thojit tim, që do të thotë janë copsa të vogla. Dhe e pjekim në 180 gradë për 40 minuta me të dyja rezistencat e ndezura. Në momentin e fundit, rreth 10 minutën e fundit, do ta pjekim vetëm me rezistencën poshtë. Dhe pasi të jetë pjekur, do të ketë marrë këtë pamje, do t'i shtojmë pak ujë në sipërfaqe, aq sa të na marr dora. Uji do jetë në temperaturë ambienti, jo ujë ngrohtë. Dhe do ta lëmë të mbuluar për rreth 15 minuta para sa ta konsumojmë deri në 20 minuta. Unë kam prerë byrekun në copa, si shikoni, çdo petë është e shkrifët, ato duken të holla, të ndara nga njëra tjetra dhe as pak të qullura nga mbushja e byrekut. Pra, kjo ishte ajo çfarë doja të tregoja dhe doja ta ndaja me ju sonte. Ju falemnderit që më ndiqni, na bëni subscribe dhe like nëse ju pëlqen. Faleminderit.